Komunikimet e siguruara nga platforma e koduar Sky ECS kanë zbuluar detaje të reja mbi mënyrën se si anëtarët e një rjeti kriminal të trafikut ndërkombëtar të kokainës menaxhonin dhe fshihnin fitimet e tyre. Në krye të grupit dyshohet se qëndron Salvadore, alias Shpëtim Aliu. Ky i fundi dyshohet se ishte furnitori kryesor me kokainë i grupeve të drejtuara nga Elti Dizdari, Dritan Gjika e Armando Pacani. Salvadore merrej me trafikun, ndërsa për pastrimin e parave të kokainës kishte angazhuar vëllain e tij, Isa Aliun. Në bisedat e zhvilluara në gusht të vitit 2020 mes fillesërve, flitet për shuma miliona eurosh të siguruara nga aktiviteti kriminal. Në një prej komunikimeve, Isa Aliu shprehet se kishte në dispozicion rreth 6 milion euro kesh. Shpëtim Aliu i komunikon vëllait se pritej të siguroheshin edhe 20 milion euro të tjera, ndërsa diskutonin me të edhe mënyrat për fshehjen e shumave të mëdha të parave. Sipas hetimeve, një nga metodat e përdorura ishte groposja e parave në tokë të futura në fuqi plastike me kapacitet 50 litra. Nga veprimet e kryera, SPAK dyshon se Isa Aliu ka marrë të paktën 30 milion euro nga vëllai i tij dhe se këto para janë investuar më pas, kryesisht në sektorin e ndërtimit.